Liderët e dy partive të koalicioni i qeverisës në Maqedoni, përkatësisht Nikola Gruevski i VMRO-DPMNE dhe Ali Ahmeti i BDI-s, nuk kanë arritur asnjë marrëveshje për tejkalimin e krizës qeveritare pas takimit kok me kok. Kryeministri Gruevski nuk është tërhequr nga pozicioni i tij për të miratuar projekt ligjin për përkujdesje institucionale për ish pjesëtarët e forcave maqedonase të sigurisë, pjesëmarrës në konfliktin e vitit 2001, duke mos përfshirë në pako edhe zgjidhjen e statusit të ish pjesëtarëve të UÇK-s. Nga ana tjetër, BDI gjithashtu ka mbajtur qëndrimin e saj që projekti ligji i ri të përfshi edhe zgjidhjen e statusit të UÇK-s ose ky projekt ligj të tërhiqet nga procedura parlamentare. Bisedimet midis Ahmetit dhe Gruevski, që kanë zgjatur për 45 minuta, kanë mbetur pas një zgjidhje, ndërsa ata kanë rënë dakord për vazhdimin e bisedimeve gjatë ditës së shtunë ose të dielën. Në rast se liderët e dy partive nuk arrin marrëveshje për tejkalimin e krizës qeveritare, atëherë do të pasojë shpërbërja e parlamentit dhe organizimi i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Tensionet midis partive të koalicionit pasuan pas omazheve të ministrit të mbrojtjes Fatmir Besimi në varrezet e UÇK-s në Sllupan me praninë edhe të pjesëtarëve të ish pjesëtarëve të forcave maqedonase, ndërsa ky veprim pasoi me kundërpërgjigjen e VMRO-DPMNE, e cila vendosi në rend të ditës projekt ligjin për zgjidhjen e statusit të ish pjesëtarëve të forcave maqedonase të sigurisë.